projekti ynë politik. Kam besim që ne mund t'ja dalim. Që unë nuk jam i vetmi që besoj këtë gjë, nuk jemi vetëm një grup i vogël, po jemi gjithmonë më shumë. Jemi gjithmonë më shumë dhe po besojmë në diçka që në fakt nuk ka ndodhur kur në Shqipëri. Kur në Shqipëri, kur Shqipëria nuk është qeverisur nga politikan që nuk e shikojnë politikën si zgjidhje të problemeve të tyre. Është ere parë që ndodh. Dhe pavarësisht çfarë thonë të gjithë, pavarësisht çfarë thonë, jo vetëm kundërshtarët tonë politik, që është normale që do ju thonë qytetarëve që nuk mund të shojë asgjë në Shqipëri, që përveç partive të vjetra nuk ka alternativa dhe s'mund të ketë kur alternativa. Por këtu kemi edhe një pjesë të madhe të atyre që opinion bërësve që i thonë shoqërisë mos të shojnë nga e ardhmja, që nuk ka të ardhme dhe si pas tyre nuk e di se si mund të thonë një gjë të tillë. Por me pak fjalë të gjithë kemi kuptuar që i kemi të gjithë kundër, por kjo nuk na tremb. Kjo na tregon që jemi në rrugën e duhur, jemi në drejtimin e duhur. Duhet thjesht mos dorëzohemi, duhet thjesht të ngulim këmbë. Të gjithë atyre që thonë që nuk kemi për t'ja dalë, përgjigja jonë është ju vazhdoni sepse ne nuk dorëzohemi. Ne nuk dorëzohemi. Kjo është gjë e dur dhe nuk na ndaloni dot. Do jemi gjithmonë më shumë. E kam thënë dhe përsëris, ky është një projekt afatgjat. Ky është vetëm fillimi. Ne nuk ndalemi. Tani, për të parë diferencën midis nesh edhe atyre. Këtu jemi në një nga qytetet ku bujqësia është shumë e rëndësishme. Po dëgjoja sot, Edi Rama tha, ju fliste për agrobiznesin, agroturizmin. Ju thoshte që Europë do të thot para. Do të thot që Europa do na japi para. Nuk ka shembull më të mirë për të shpjeguar mentalitetin e tyre, vjedhjet e tyre, modelin e korrupsionit që ata kanë ngritur, se sa çfarë është bërë me paratë e Bashkimit Evropian që duhet të shkonin tek fermerët. E dini apo jo? Ishin parashikuar 130 milionë euro. 130 milionë euro. Për këto para fliste Edi Rama sot të mëngjes dhe u thoshte fermerëve, para, do vim para nga Europa. Po parat nga Europa erdhën në fakt. Erdhi kësti i parë, erdhën 30 milionë euro. Dhe ku vajtën? Vajtën në xhepat e tyre. I ndan, i morën kryetarët e bashkive, familjarët e tyre, familjarët e ministrave, familjarët e deputetëve, i morën për veten e tyre. Nuk ka shembull më të mirë se si ata janë aty për veten e tyre, për të pasuruar ata. Nuk ka shembull më të mirë. I morën dhe i vodhën. Këtë bën. Dhe çfarë bëri Bashkimi Evropian? I tha, jo, po ne nuk u dham që të merrit ju. E ti vidhnit. Dhe 100 milionë tjetër që duhet të dërgonin, nuk e disbursuan. Shumë e thjesht. Është shumë e thjesht. Duan thjesht të vjedhin, e kanë treguar. E kanë treguar. Tani kohët e fundit ne keni parë që unë nuk jam marrë, se kam folur mjaftueshëm për korrupsionin, për vjedhjet, për skandalet në parlament. Dhe kam vendosur që mos të përqendrohem më tek vjedhjet, por të flas për të ardhmen. Dhe që të flas për atë që ne na dallon nga të gjithë të tjerët. Kush janë alternativat e tjera? Alternativat e tjera ju premtojnë shqiptarëve që kur të vënë ata në pushtet, do marrin taksat e shqiptarëve dhe këto taksa do i kthejnë në shërbime. 8.2 miliard është buxheti i shtetit shqiptar. 8.2 miliard tjera, si të rejat dhe të vjetrat. Janë njerëz që nuk e dinë se çfarë është puna. Nuk e di, nuk kanë punuar ndonjëherë në privat. Secili prej jush këtu ose është sipërmarrës, ose punon në një sipërmarrje private. Dhe e di shumë mirë se si fitojnë parat. Dhe e di shumë mirë se si paguhen taksat, se si nxirren parat për të paguar taksat. Ata nuk e din. Ata mendojnë që 1 milion euro, 10 milion euro, 100 milion euro janë një shifër. Nuk e din se çfarë do të thotë. Dhe thonë, ama pse çka ka të keqe? 10 milion aty, 100 milion aty,
shpërdorim, korrupsion. Ne jemi të vetmit që kemi bërë të njëjtin rrugtim që keni bërë ju. Ne jemi të vetmit që e dim se çfarë do të thotë të nxjerrësh parat që duhen për të paguar rrogat, për të paguar taksat, për të paguar fornitorët. Ne jemi të vetmit. Dhe pikërisht sepse jemi të vetmit, vizioni ynë është totalisht ndryshe nga gjithë të tjerët. Ne themi që nuk duhet të marrim më pak para nga xhepat e qytetarëve. Ne themi që qytetarët shqiptar janë shumë herë më të aftë dhe më të zot që t'i përdorin ato para për të mirën e familjeve të tyre, e fëmijëve të tyre. Ne themi që duhet të marrim më pak para. Duhet ju marrim më pak para sipërmarrësve, sepse ato para që ne nuk ju marrim, duke ulur taksat, nuk i bëjnë rushekumlla, nuk vjen e blejnë benzin e fundit, por i investojnë dhe rrisin bizneset e tyre, shtojnë punësimin, rriten rrogat, rritet ekonomia. Kjo është diferenca që ne kemi në raport me ata. Ne jemi të vetmit që themi që nga ato 8.2 miliard euro, ne mund të kursejmë të paktën 1 miliard, dhe këtë miliard mund t'u lëm qytetarëve në xhepat e tyre. Të gjithëve. Nuk ka mënyrë më të mirë për të ndihmuar qytetarët dhe për t'i mbështetur ata, se sa t'ju lësh parat në xhepat e tyre. Këto janë para. Dhe paraja më e sigurt dhe me efektin më të mirë është paraja që nuk del kur nga xhepi i qytetarëve. Sepse në momenti që del nga xhepi i qytetarëve dhe shkon në duart, nuk po flas në xhepat, po në duart e ministrave të Ramës dhe Edi Ramës, ne e dim se si përfundon. Përfundon në xhepat e tyre. Kjo ka ndodhur këto 34 vjet. Shteti shqiptar ka qenë pengesa më e madhe për qytetarët shqiptar. Dhe çdo gjë që ne shohim, edhe këtu në Berat, çdo përmirësim nuk është fal qeverisë, është fal punës së qytetarëve, punës së tyre. Dhe nëse shteti shqiptar nuk do kishte penguar, ata do kishin punuar shumë më shumë, do kishin arritur rezultate shumë më të larta. Dhe vëllezërit tanë, motrat tona, fëmijët tanë nuk do iknin nga Shqipëria, po do jetonin këtu, do vazhdonin të jetonin këtu. Pse mos të jetojnë në Berat? Jo se unë kam një ime më është nga Berati, po është nga qytetet më të bukura, do thosha, jo vetëm në Shqipëri, por në rajon. Shikojeni, sa po hyn në Berat, habitesh. Habitesh, është një qytet i mrekullueshëm. Pse duhet të ikin të rinë nga Berati? Pse nuk mund të punojnë këtu? Pse nuk mund të investojnë këtu? Pse? Unë kam parë, të gjithë ne kemi patur shumë qytete të vjetra si Berati, në Itali, në Spanjë, në Francë. Me turizmin Berati i ka të gjitha mundësit. Pse fëmijët tanë, vëllezërit tanë, motrat tona vënë në Firenze apo vënë në qytete të tjera të Europës, ku ka një turizëm shumë të madh nga turizmi i kulturës. Beratit si mungon asgjë. Pse ata duhet të punojnë atje dhe nuk mund të punojnë këtu? Pse nuk mund të shërbejnë turistëve atje? Pse duhet të shërbejnë atje kur mund të shërbejnë këtu? Pse duhet të investojnë atje kur mund të investojnë këtu? Në çdo qytet që më ndodh që shkoj, është plot me shqiptar që kanë restorante, kanë kafe, kanë biznese. Kudo që shkojnë në Europë. Pse mund mos ta bëjnë këtu në vendin e tyre? Dhe i kanë gjitha mundësit për ta bërë. Pse? Për një arsye shumë të thjeshtë. Sepse kemi një qeveri të korruptuar. Një qeveri që bën gjithçka për t'i ndaluar shqiptarët të jetojnë të lumtur në vendin e tyre. Kjo është arsyeja. Kjo është arsye vetme. Si su vjen turp, vjen Edi Rama këtu dhe ju flet për fonde, për parat e Bashkimit Evropian. Ndërkohë i ka vjedhur ato para. Ato para që thot që do vinë nga Bashkimi Evropian, kur ato erdhën, i vodhi për veten e vet, i ndau me miqtë e tij. Dhe tani këta të korruptuar i ka futur dhe në lista. Do t'i bëj prap deputet. Listat janë plot me të korruptuar në Tim nga Spaku. Plot. Pse? Pse s'mund të jetojnë këtu shqiptarët? Tani edhe ne kemi përgjegjësitë tona në fakt. Ose edhe ne duhet të bëjmë diçka më shumë. Sepse ata s'kan për të ikur vetë. Nuk kanë për të ikur vetë.
Ajdutët nuk largohen vetë. Ajdutët duen larguar. Dhe në datën 11 maj ne kemi mundësin që t'i largojmë me votën tonë. Nëse duam ndryshimin, duhet të votojmë për ndryshimin. Dhe ju ftoj të gjithëve, jo vetëm të jeni votues të Partisë Mundësia, po ju ftoj të jeni ambasador të Partisë Mundësia, të flisni me miqtë tuaj, nga sot dhe në datën 11 maj, kjo është mundësia jonë. Mundësia jonë për të ndërtuar një Shqipëri ku mund t'ja dalësh me punë të ndershme. Shumë faleminderit. Faleminderit Agron. Ne kemi traditë sepse ne kemi të hapur, kushdo që ka një pyetje apo koment për Agronin e mirëpres. Kështu që kush ka dëshirë të flasë.